La Silfit, një nga më të famshmet e baletit romantik me 2 akte, u vu në skenën e teatrit kombëtar të operës së baletit gjatë fundjavës, dhe publiku do të ketë mundësi ta shijojë këtë balet edhe të martën e të mërkurën. Baleti La Silfit rikthehet në këtë skenë pas 8 vitesh, pasi premiera është shfaqur në vitin 2007 me protagonist kryesor Ilir Kerni. La Silfit mban kurorën e baletit të parë që shpreh plotësisht filozofinë romantike. Është historia e pamundur e dashurisë mes një qenie njerëzore dhe një zane. Joshja e natyrshme e njeriut për të panjohurën, shpeshherë e rrezikshme. Një hero i cili braktis gjithçka për të përjetuar dashurinë, por kur ajo nuk përmbushet, ai është i destinuar të vdesë bashkë me zanën e tij. Trupa e solistëve të teatrit kombëtar të operës dhe baletit e pasuruar nga të rinjt, të cilët për herë të parë interpretojnë në këtë balet. Ledia Sulaj në rolin e Silfidës, një zanë ajri, na tregon rreth rolit të saj në këtë balet, si dhe të veçantat që vinë si surprizë për publikun. Mund të them që është një ndër baletet më romantik të gjitha kohërave dhe është baleti i parë romantik. Duhet të bëjë edhe një detaj të rëndësishëm që për herë të parë në këtë balet janë veshur puantet që balerinat mbajnë në këmbë, e ka veshur Maria Talioni, kështu që është edhe një detaj i rëndësishëm që doja ta zbuloj edhe për ju. Siç e thash, është romantik dhe romanticiteti ka një butësi dhe një brishtësi shumë të madhe. Vështirësitë dhe të veçantat mund të them që nuk është se ka ndonjë duet mirëfills midis meje dhe partnerit, por ai dueti është kështu i ndjerë në një lloj largësie sepse zanat, si themi, nuk preken. Janë thjesht në mendje, në personazh imagjinar dhe vështirësia aty qëndron që ti të duetosh duke pasur distancë. Kjo është dhe veçantia. Edhe diçka tjetër, paktën për personazhin tim, që është një zanë që le të themi nuk do t'i prekin këmbët asnjëherë në tokë, do të jetë gjithkohës në ajër dhe do të jetë shumë fluide. Mos të tregoj as lodhjen as një balerinis do ta tregoj, por si personazh është shumë delikat. Domethënë ka dhe vështirësitë e veta, sepse të qëndrosh gjatë gjithë kohës. Po, të qëndrosh gjatë gjithë kohës sikur nuk prek në tokë, apo të jesh shumë e rrjedhshme, mos ketë asnjë ngërç, apo të jesh shumë njësh me muzikën që është shumë e ëmbël, të tregosh atë vuajtjen që ti ke, ta tregosh me anë të trupit, jo me anë të fjalëve siç mund të jetë në teatr, sigurisht që qëndron vështirësia. Është një balet që ka dhe muzikë të ëmbël, ka dhe muzikë të fortë, sepse është dhe mazurka shumë ritmike, shumë e bukur me ato ndërthurjet, mund të them skenografia është shumë e bukur, është e re, kostumet janë të reja, meshkujt janë veshur si skotez me ato fundet që janë baletet këndshme dhe për syrin për të parë. Kështu që ne kemi punuar fort, do të themi paradite mbas dite kemi një muaj rresht, kemi dhe dirigjent italian të huaj që e falenderojmë sepse duhet të jetë gjithmonë ky bashkëpunimi midis orkestrës dhe ne që të dalin, që të bëhemi një, sepse nëse ato i bien për punën e tyre, ne kërcejmë për punën tonë, nuk shkon asgjë rrjedhshme dhe ashtu siç duhet. Kështu që vetëm fal punës që kemi bërë një muaj rresht paradite mbas dite, uroj që dali mirë dhe publiku ta pëlqej. Ledia, ky balet është rivën edhe në 2007, çka do thotë që tani besoj se ka disa ndryshime, ka disa ndërthurje. Ky balet është vënë në 2007, tani ka dy muzikë që janë më të shkurtuara, siç e shihni dhe solistët janë të rinj, nuk janë më ato të vjetrit. Në anën koreografike nuk mund të ndryshohet shumë, sepse ai lloj stili është, thelbi nuk ndryshon dhe historia, sepse baletet tona janë si pralla dhe nuk mund ta ndryshojmë atë, por secili balerin jep atë unin e tij, kështu që këto janë që ka ky balet. Këto janë lëvizjet, muzika, interpretimin që çdo kush e ka të natyrshme dhe i vjen ndryshe, madje dhe kjo është dhe veçantia e maestro Ilirit, që më thot mua mund të shohësh, por ajo duhet vi nga brenda, interpretimi apo ajo mënyra, sepse të zbuloj edhe diçka që
Zana vdes sepse është si puna e dashurisë që nuk arrihet, si puna e Romeo Julietës që nuk arrihet dhe vdes personazhi kryesor. Kështu që ai momenti i vdekjes që ty të ikën shikimi, ta bësh tamam si kur ti nuk sheh. Duhet të futesh brenda dikujt që nuk shikon, kupton, dhe duhet ta përjetosh nga brenda dhe kjo është dhe e bukur dhe ajo që unë duhet ta bëj ndryshe nga dikush tjetër dhe tjetri ndryshe gjithsecili, kështu që Unë duroj shumë suksese. faleminderit juve se na ndiqni gjithmonë. Ndërsa Endri Shkoza na tregon për rëndësinë e madhe që ka ky balet për të. Sylfida është vënë për herë të parë në vitet 1832 në Operën e Parisit. Është rivënë këtu nga maestro në 2007 që kalon karrierën e tij, si më thon, dhe po rivehet nga ne solistët e ri. Si të duket pjesa e shfaqjes dhe pjesa e rolit tënd? Është pas kaq vitesh që rivihet nga koreografi Ilir Kerni. Është nga unë pak a shumë jam natyrë karaktere me karaktere dinamike, faktikisht kam shumë vështirësi se roli i Jamesit dhe Sylfida është gjithmonë gjatë gjithë kohës është një si një ëndër, si në prallë dhe baleti. Roli im jam në ëndër ku zhvillohet ngjarja, personifikohet nga pesë personazhe, Jamesi, Elfi, Sylfida, Shtriga edhe Gurni që është shoku im, po faktikisht ky baleti po më bën dredha do që të fejohet me të dashurën time Elfin. Si duket për ju solistët e ri kjo lloj shfaqje e cila është kaq e vjetër por edhe rivën përsëri në skenë? Atëherë për ne gjithmonë është kënaqësi, ne gjithmonë solistët e ri presim vepra të reja. Gjithmonë është koha jonë, kështu që duhet ta shfrytëzojmë deri në maksimum. E vështirë? Shumë e vështirë, është normal. Është vështirë se tani po punojmë me dy lloj zhanresh, faktikisht kemi edhe klasiken, edhe kontemporanën. Edhe falenderojmë. Po i ndërthurni edhe kjo është pjesa dhe është merita e Ilir Kernit. Jo, në veçanti e falenderoj maestro Ilir Kernin që po na dhën vepra që i kanë munguar këtij teatri. Madga Magjistaria është roli i Alisa Gjonit, një balerinë e suksesshme e trupës baletit të operës, e cila rrallë herë del në intervista për të shpjeguar rolin dhe emocionet e pjesës që luan. Roli është shumë pikant, domethënë është një personazh që lidh komplet dramën dhe komplet shfaqjen, tematikën e shfaqjes. Normalisht është një personazh që refuzohet nga Jamesi në shtëpinë e tij ku është kur do bëhet dasma mes Jamesit dhe Efit dhe nëpërmjet asaj që ai bëri, domethënë që e përzuri etj, domethënë nga shtëpia, ajo planifikon diçka me veten që do t'i bëj diçka të keqe, themi, domethënë. Dhe e din për dashurinë që është mes atit dhe Sylfidës. Kjo ishte pak a shumë subjekti i shfaqjes. Ajo që më intereson është edhe në sytë e publikut se si do shfaqeni, jeni trupa e teatrit kombëtar të operës dhe baletit dhe jeni për të dhënë emocione, ashtu siç ju doni edhe të mirëpriteni nga publiku. Si mendoni se do ju mirëpres në këtë shfaqje? Atëherë kjo shfaqje kur u vu për herë të parë nga drejtori Ilir Kerni dhe koreograf në 2007 është pritur shumë mirë. Domethënë dhe shpresoj dhe mas shumë vitesh, mas kaq vitesh të pritet njësoj. Balerinët janë të rinj, domethënë nga kasti që ka qenë në 2007 dhe shpresoj që të jetë një shfaqje e arrirë si të tjerat. Me skenografi dhe kostumografi të re, La Sylfide është një vepër revolucionare, e para që frymëzohet nga mitologjia në Evropën e viteve 800. Krijuesi i tij bëri që balerinat të kërcenin për gjatë gjithë kohës mbi puante me një bukuri dhe elegancë natyrale.